Përshëndetje. Unë jam shef Bardhyl Qorri, inspektori kontrollit të tatimeve për çadra. A mund ta di ku e keni bler këtë çadrën? Nuk e di, ka ko. Ka 2 vjet, nuk e di. Ka 2 vjet. Po keni marrë kupon tatimor? Normale po. E keni ruajtur? Ja. Po e dini ju që sipas ligjit 1725 mund të gjobiteni? Këto çadrë? Let. Ku e ke çadrën? Çadrë se bona sot. Po sot se morë çadrën ti që doli dielli? A do me të shoqëru me ne vend? Gjithë mirë. Këtë se kanë timin e mora të puna. E kanë të dikuj tjetër. Inspektor për kontrollin e çadrave. Kur e keni bler çadrën, keni marrë kupon tatimor? Po ju ka bler çuni. Se ma men, e? Ja. Po mi çuni ka marrë kupon tatimor për çadrën? Ka marrë ndoshta po. Ka marrë. Marrim për herë. A s'është e imja thoja, ka marrë Ore gjithë shu thoni ju. S'është e imja, ka 5 vjet, ka 10 vjet, ka 20 vjet, po ligji është shumë i rreptë, ta dini. Po qa thumë Allah në imja. Po qa thumë Allah në imja. 2 vjet pa çadër. A do me ta përturati çadër? Ja me që du. Po e keni parë se çfarë mund të ketë këtu brenda te koka e çadrës? Po. Jeni i lirë. E keni kuponin tatimor? Ka mos rrugë aty. E keni edhe në rrugë? A mund ta gjej unë apo Ja. nuk e gjej? Inspektori kontrollit tatimor të çadrave. Po? Pse s'ke bler çadër ti? Ku më mojë lek blerë qadrën? Po kur keni bler, keni marrë kupon? Po e kam marrë. Keni marrë kupon. E kam marrë. Ndryshe do u dënonet sipas ligjit dhe do ju sekuestronte çadra. Sot më duhet ta jap do se vjeshi. Bjerë më çadrën këtu. Sa ka 5 vjet? A ku di unë 5, 4, diçka e tillë. E ma ke mirë çadrën. E maj shumë mirë. Jam i kujdesëm për qadrat. Kjo ishte një shaka. Ja,